A është e vërtet ajo që dëgjojmë që burrat ua bëjnë qefin më shumë dashnorëve se sa grave të tyre? Tani duhet të komunikojmë me të tillë, po edhe kjo qëndron. Sepse gratë u mërziten për një farë kohë, vetë 5-10 vjet natyrisht që ka konsum. Konsumi ekziston në një marrëdhënie? Ekziston, patjetër. Me kalimin e viteve nuk është se fuqizohet dashuria. Por nuk është... Dashuria është... Dëgjoj, kur e takon për herë të parë një vajzë, bjerë dorën aty, të zëkorenti. Të zëkorenti. Ndërsa, kur e ke barë grua, pastaj... S'ka më korente. S'ka më korente. Klotilda, mos më pyet. Po me të dashurën... Me të dashurën... Se zgjat emocioni pak më gjatë, nga që është lidhje fshet, apo nga që ku qëndron sekret? Do të them një fjalë greke. Grekët thonë kështu, i krifizoi i me pjogliqa. Jeta e fshet është me ëmbël.